Përshëndetje, unë jam Orgito, mirë se vini në Lojra Shqip TV. Sot do të luajmë lojen World of Cubes. Është një lojë ngjashme si Minecraft. Sot do të mësojmë se si të bëjmë një shtëpi. Të thjeshtë, shtëpi private. Ja presim pak sa të futet loja. Ja, u fut. Kjo është shtëpia që kam unë. Ka shumë zonë. Dalim nga kjo dhe do të ndërtojmë një shtëpi tjetër. Bëjmë derën. Që ta mësoni se si ndërtohet një shtëpi. Kjo lojë është shumë e bukur. Këtu kemi kuba pa fund. I bëjmë këto lloj kubash. Për të gjejmë një vend të përshtatshëm për shtëpi, një vend të madh. Në këtë mirë. Sot do ta bëjmë shtëpinë shumë të madhe. Në fillim bëjmë rrethimin e shtëpisë. Ja, tani fotojmë pak. Duhet të bëjmë këto nga lart dhe duhet të bëjmë 3 rreshta. 2. Ja ku bëjmë 3. Në qoftë se doni ta bëni shtëpinë më të madhe, mund ta bëni në sa rreshta të doni. Nuk është shumë e vështirë të luash këtë lojë. Ja ku bëjmë rreshtin. Tani në fund bëjmë tarazën. Ulemi poshtë dhe duhet ta fillojmë ta bëjmë. Bëjmë tavanin pak. Ja ku bë shtëpia, është shumë e rëndësishme këtu. Tani zgjedhim dritat. I marrim ato dhe i vendosim në mur. Dhe ja ku vendosen. Tani bëjmë derën. Derën mund ta bëni si të dëshironi, mund ta bëni ose me të zgjedhim një sa akamatur. Ose me 1 ose me 2. Ja, kështu më bukur janë. Tani fillojmë me dhomën, ta prishim këtë dritën këtu. Na pengon, fillojmë me dhomën. Dhomën do ta bëjmë me këtë kuba. Ja shumë të bukur. Në fillim bëjmë rrethimin e saj. Ja, dhe kuba. Tani në fund vendosim derën dhe zgjedhim kravatin. E marrim kravatin dhe vendosim këtu. S'po vendos dot. Jam në drejt vendosa. Ja, vendosa. Tani dalim. Mbyllim derën dhe marrim shkallët, sepse na duan. Ku qënkan. Dhe e prishim një gur, sepse këtu do të vendosim shkallët për të vajtur në katin e dytë. Ja ku vajtëm. Tani fillojmë me katin e dytë.
Në fillim bëjmë rrethimin një lloj siç e bëjmë dhe katën e parë. Ja. Ky rrethimi do shumë kohë. Bëjmë rreshtin e parë. Pas rreshtin e dytë. Rreshtin e parë mbaruan, tani vazhdojmë me rreshtin e dytë. Ja dhe pak kemi dhe të rreshti i dytë. Shpresoj që më pëlqen kjo si lloj. Mua më pëlqen shumë. Më dreq. Ja, tani edhe rreshtin e dytë e mbarua. Fillojmë me rreshtin e tretë dhe në fund fare do të bëjmë tavanin. Dhe pak kemi. Kjo është një shtëpi private që mund të bëni ju në World of Cubes. Në qoftë se nuk ju pëlqen kjo lloj, ju vetëm komentoni te kjo video dhe thoni çfarë lloje doni që të luaj unë. Dhe pastaj unë do luaj direkt. Ja dhe pak kemi dhe të tavani dhe mbarojmë dhe katën e dytë. Në qoftë se doni të bëni më shumë kate, mund t'i bëni ato. Por është më bukur me 2 kate ose me 1. E çajmë dhe këtë këtu gurin dhe vendosim përsëri shkallë për të shkuar në katin e tretë. Tani mbaruam. Vendosim dritat. Ja ku vendosim të dritat dhe tani duhet po deshet mund të bëni edhe ndonjë balkon. Unë do e bëj për vete. Shkatrojmë këtë murin këtu, vendosim derën. Tashi dalim dhe ecim. Dalim që nga shtëpia. Marrim kubin kryesor e vendosim këtu. Ja, dhe pak vendosni 2 ngjitu lart. Ja, kuba dhe balkoni. Është pak i vogël, po. Ja, kuba. Shpresoj të ketë pëlqyer. Tani do të bëj dhe dhomën dhe kaq. Ta pritet të rritën se na kanë thonë të vendim më këtu. Dhe pak kemi të dhomën. Ta prishim dhe këtë pritën këtu. Vendosim dhe. Vendosim kravatin. S'pa vendosim të tjera në fund. Shpresoj të ketë pëlqyer kjo video dhe tani mirupafshim. Subscribe, like, comment. Nëse doni lojë tjetër vetëm komentoni dhe unë do e bëj.